por çka nuk di dot fare në këtë ditë kaq të trishtuar, është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushkë në dorë, duke luftuar në përmale, apo rob të atë dhe dashurisë së veti ku lart në një vend, pa qiell e për askush nuk e di se sa kohë. Duhet të jetë një ankth i pambarimt. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha të jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashortes së komandantit, si që të rasim, gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje të dimshme duhet të vijoj të jetë larg në luftë. Nuk besoj se një mungesë mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rezaton shumë përtej këtyre mureve, si një këmban kujtese për dhimbjen e dhjetra mira prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë i lehtë dheu Baca Haxhi.